emisionin del garant përpara gazetarëve tuaj si thoshte. Patjetër, që del garant. Është shumë i mirë dhe madje shiko, në momentin që blen një libër, në momentin që blen një libër apo merr një libër, autografin nuk ta jep një person i cili nuk e ka lexuar atë libër, po ta jep autori i librit. Dhe përballë gazetarëve të huaj dhe përballë CNN-it, Edi Rama u shfaq pikërisht si autor i këtij libri, por pasi dolën edhe për opinionin shqiptar, dolën në dritë ato çfarë kishte brendësi libri, se mbase për opinionin publik të huaj apo për atë që kishte target ai libër, nuk e njihnin se si janë zhvilluar këto ngjarje, por në opinionin publik shqiptar, ato çfarë shkruajnë në libër, duke i krahasuar me ato çfarë ka ndodhur në vend, është një dosje e kopsitur penale për SPAK. Përtej që Edi Rama është kumbari. Ajo çfarë transmetoi dje emisioni Plug është skandaloze. Nuk e di se si mundet. Cilat janë detajet që t'ia thjeshtojmë atyre që nuk kanë parë emisionin, për shembull, ti si gazetar, si kryeredaktor, cilat kanë qenë ato detajet më të rënda për të cilën nuk i kemi ditur deri tani dhe emisioni Plug dje faktoi që Edi Rama është përballë veprës penale korrupsion i zyrtarëve të lartë. Është janë të gjitha provat ashiqare që Edi Rama ka kryer korrupsion dhe i referohem këtu ndërtimit të vilës të tij në Surrel. Nga njëra anë kemi një kompani e cila ka bërë projektin për ndërtimin e vilës së Edi Ramës, Vila Dajti i famshëm, të cilën më pas studio arkitekturore e zhduk nga çdo reklam i saj, qof nga libri, qof nga faqja e saj nuk ekziston gjikundi, po që fatmirësisht tashmë është e faktuar, e kanë gjetur gazetarët e emisionit Plug, dhe nga ana tjetër kjo kompani që është shumë e rëndësishme për t'u thënë, është që merr fonde, tendera, projekte publike dhe private me firmë të Edi Ramës. Pra, nëse ka rast më të pastër korruptiv, unë personalisht nuk kam dëgjuar. Ne kemi parë në rastin e Belinda Ballukut, i cilës sot ju shtua akuza për korrupsion pasiv, sepse kompania kishte marrë një projekt tender të drejtorisë ku ajo ishte drejtoresh dhe kjo nëpërmjet një personi tjetër kishte përfituar një vilë. Kurse kryeministrin e vendit, Edi Rama, e kemi drejt për drejt që përfiton vilën dhe kompania përfiton projekte. Pra është lidhja edhe me fort dhe me drejt për SPAK-un se sa në rastin e Belinda Ballukut. Mund të ketë justifikime nga më të ndryshmet. Ore, e ka paguar ai, i punonte vajza apo diçka tjetër. Më fal, për zyrtarët e lartë, çdo vit bëhen deklarimet në ILDKPI. Në ILDKPI të pasurisë. Sa kushtoi kjo vila? Aja bën dhurat? Aja bëri dhurat? A kishte një kosto? Pse nuk figuronte deklarimet? Edhe nëse është dhurat, ka edhe për dhuratat, ka një vlerë tavane e cila duhet të deklarohet. Pra në asnjë rast nuk është deklaruar. Që në këtë moment është e mbyllur i gjithë kapitulli dhe kryeministri duhet të japi llogari për atë vilë. Është rast i pastër korruptiv. Dhe nëse SPAK do të mbylli syt edhe përballë këtij rasti korruptiv, ai institucion kohë që ekziston, le të merret me çfarë do lloj zyrtari e fakiri në Republikën e Shqipërisë, por e ka elefantin në dhomë për korrupsionin e kryeministrit të vendit, pa u hedhur më pas tek të gjithë gjërat e tjera. Po gjërat e tjera fakt janë mjaftueshëm të rënda gjithashtu, apo jo, Romir? Sepse nëse mundem, ndjes. Sepse po na ndihmon ne kjo sigurisht përmes këtij publikimi që bëri emisioni Plug, sepse do duhet